Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur sot me historinë që do sjellim na çojë në qytetin e Beratit. Do të flasim për familjen Beshiri, ku 46 vjeçari Besnik Beshiri, i cili fatkeqësisht është divorcuar nga bashkëshortja dhe kjo e fundit, pasi është larguar nga banesa e ish partnerit të saj, la djalin 3 vjeç. Kanë kaluar 7 vite, djali është bërë 10 vjeç dhe ai nuk e ka takuar kur nënën e tij dhe fatkeqësisht nuk e njeh nënën e tij. Ajo vetëm që nuk i ka dhuruar dashuri djalit të vet, por mbi të gjitha nuk ka zbatuar edhe vendimin e gjykatës, detyrimin ushqimor që i ka vendosur gjykata për të birin. Por ditën e sotme me mua në studio të jetë Besniku, vet babai i djalit, për të na rrëfyer këtë histori dhe për të mësuar pse gjykata në moshën 3 vjeçare vendosi që një fëmijë t'ia japi kujdestarin babait edhe jo nënës, kur në të shumtën e rasteve kujdestarin e fëmijëve të vegjël e përfiton nëna. Kështu që menjëherë dua të përshëndes Besnik Beshirin, 46 vjeçarin, që ndodhet me mua në studio. Përshëndetje Besnik dhe mirë se erdhe. Besoj që ato momentet e trishta kanë kaluar tashmë nga jeta juaj, 7 vite që jenë divorcuar dhe besoj që jeta ka vazhduar për ty. Gjithmonë e pas me ngjelet pas dhe do të shuhem gjithmonë para, sidoj që... Por gjithsesi, kur e kthen kokën pas, ke një peng në zemër që është djali jot. Sigurisht po. Dhe ai nuk e ka dashurinë e nënës dhe kjo gjë ty të bën të vuash, padyshim që një fëmijë nuk ka nënën e vet pranë dhe për 7 vite ajo nuk interesohet për të birin. Prandaj ka ardhur në këtë studio. Për këtë problem kam ardhur. E kërkon djali nënën e vet? Unë ja kujtoj gjithmonë atij. Ja kujton me dashuri apo? Jo, me dashuri. I them gjithmonë për të jam një... Po, ai thotë nuk është kujtuar njëherë për mua. Sot ne kemi ftuar edhe juristen Exhi Beqiri, sepse për të tilla raste, padyshim që kemi nevojë edhe për anën ligjore, kështu që e përshëndes juristen Exhi Beqiri. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. E dashur Exhi, shpeshherë aty pranë ti ke një grua në të shumtën e rasteve që kërkon të drejtat për babain e fëmijëve të saj. Por çuditërisht këtë vit është rritur shumë numri denoncimeve nga ana e meshkujve dhe kemi patur shumë burra në këtë studio që kanë bërë rolin e nënës për fëmijët dhe janë nënat që kanë braktisur fëmijët. Pra kemi dhe anën tjetër të medaljes në Shqipëri. Është vërtet që vitet e fundit ka ndodhur ky problem. Domethënë që janë shumë baballar të cilët gjenden në situatën që të vetëm duhet të rrisin fëmijët e tyre. Heqja e vizave në Shqipëri në 2011 ka bërë që të ketë një lloj lirie të lëvizjes së njerëzve jashtë Shqipërisë. Dhe shumë herë vajzat e kanë quajtur, ose mamat e fëmijëve të vegjël e kanë quajtur veten të favorizuar për të gjetur një shans tjetër, qoftë për të punësuar, për të siguruar më shumë të ardhura, duke mohuar ndonjëherë ose duke neglizhuar ose duke mos qenë të përgjegjshme, që është ndryshe një vajzë e re që se ka filluar jetën si një familjar dhe ndryshe një nën fëmijësh e cila domethënë ndonjëherë dhe pa shqetësim, pa situash keqardhje, ja kalon fëmijët, në këtë rast ka qenë një, po ka rasim kalon 2 dhe 3 fëmijë tek burri vet ose ke njerëzit e burrit dhe kanë ikur jashtë Shqipërisë. Është ky rast që ndoshta është tamam. Do e dëgjojmë nga Besniku që pse dhe gjykata vendosi që kujdestarin t'i japi babait dhe jo nënës. Ka qenë ajo që e ka refuzuar të mbajë djalin apo? Jo, ka qenë. Ajo dita herën e parë ka rrosimet për tur. Kur ka ardhur ne në divorcin, në seancat gjyqësore. Seancën e parë që quhet ballafaqim apo jo zonja Exhi? Po, seanca e parë që pretendohet se mund të jetë arrihet një pajtim midis të dy. Por do na i tregosh të gjithë situatën ditën e sotme, vetëm lejo Besnik të prezantoj një kronikë që gazetari Mikele ka përgatitur për historinë e jetës tuaj dhe denoncimin që ju keni bërë në Report TV. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio. Në studion e emisionit investigativ Pa Gjurmë, sot kemi një histori të dhimbshme, atë të Besnik Beshirit, 46 vjeç nga Berati, i cili prej 7 vitesh është i divorcuar nga bashkëshortja e tij, Lorena Çela, e cila jeton aktualisht në Greqi. Divorci mes tyre ndodhi për shkak të tradhtisë bashkëshortore, të cilën e zbuloi i vllai i Besnikut, Romeo Beshiri.
Sipas rrëfimit të tij, ai e ka gjetur kunatën në banesë me të dashurin dhe menjëherë ka lajmëruar besnikun, i cili në atë kohë punonte në Greqi. I tronditur nga kjo ngjarje, ai u kthye menjëherë në Shqipëri dhe kërkoi divorcin. Gjykata i dha besnikut kujdestarin e djalit të tyre, Mahmud Beshiri, i cili në atë kohë ishte vetëm 3 vjeç. Ndërkohë ish bashkëshortja u detyrua nga gjykata të paguante 15.000 lekë si detyrim ushqimor për djalin. Por, sipas besnikut, Lorena nuk ka paguar asnjëherë këtë detyrim, duke e lënë të birin pa mbështetje financiare nga nëna. Sot, besniku ndodhet në studion e pagjum për të kërkuar ndihmë dhe për të denoncuar këtë padrejtësi. Ai kërkon që ish bashkëshortja të mbajë përgjegjësinë e saj ligjore ndaj fëmijës dhe që djali i tij të marrë të drejtën që i takon. Jemi rikthyer në studio dhe për besnik gjatë kohës që po ndiqim kronikën dhe po diskutonim për të reja që dëgjuam nga kronika, por ditën e sotme do na i tregosh të gjithë të histori. Do ndalte problemi kryesor dhe do të pyes edhe si e njohur me nënën e djalit tënd. Ajo që mua më bëri përshtypje është që kujdestarin e ke marrë ti. Pse gjykata vendosi që kujdestarin t'ja linte babait, kur djali ishte 3 vjeç dhe kishte nevojë më së shumti për nënën e tij? Në çfarë ndodhi? Su paraqit në gjykatë, zoja Djetë. Kur thërriste gjykata për dhe mua me ngi infarkohe kjo pjesë që vinjam për gjyqe, nuk paraqitësh. Pra gjykata ka qenë përpara faktit që mamaja e fëmijës ose ish bashkëshortja nuk ka qenë prezente në jetën e fëmijës, ka është larguar, apo jo? Kështu që nuk ishte si të jepte një kujdestari kur ajo nuk ishte aty. Do thënë ishte përpara faktit që babai interesohesh për të kujdesur për fëmijën e vet, por dhe nëna nuk ishte aty. Kështu që gjykata ka bërë shumë mirë. Që kujdestarinja ka lënë babait. Por ka dhe raste të tjera që mund të jenë të dy prindrit dhe gjykata arsyeton se cilat janë kushtet, natyrisht dhe më të favorshme për fëmijën. Për fëmijën, por natyrisht përparësi gjithnjë merr që të jetë nëna prezente, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijën e vogël, për rritjen dhe edukimin e atij fëmie. Po nëse nëna nuk është, natyrisht që babai do ta marrë kujdestarinë. Por kjo nuk e heq detyrimin që ka nëna e fëmijës për të paguar detyrimin ushqimor, pra për rritjen e fëmijës, njëkohësisht nuk e heq nga përgjegjësia që duhet të kontribuojë me të gjitha mënyrat në rritje, në edukim, në argëtim, njëkohësisht deri dhe përgjegjësitë ose vendimet që do merren për një fëmijë në rast divorci duhet jenë në marrëveshje të dy prindërve të fëmijës. E qartë, e pyeta besnikun për të kuptuar situatën, por ajo në një farë mënyrë e kishte braktisur djalin, le të themi, dhe nuk u paraqit as në instancat gjyqësore dhe ndaj gjykata ka vendosur që kujdestarin ta mbajë ti të djalit 3 vjeçar në atë kohë. I dashur besnik, dua të pyes, gjithnjë me lejen tënde, ne po flasim për historinë e jetës tënde dhe dashur pa dashur emri i ish partneres tuaj. Pra nënës së djalit mund të dalin në këtë program. Unë sa herë mundojmë të jem korekte, por shumë emra përmenden dhe unë qëllimisht bëj thirrje që patjetër që mund të na dëgjojë, nëse dëshiron të reagojë dhe të japi një përgjigje, le ta bëj këtë gjë. Ne kemi 2 numra telefoni në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq. Ish partnerja juaj quhet Lorena Çelaj. Lorena Çelaj. Çelaj. Si e njohur me zonjën Lorena dhe para sa vitesh? Në 2014. Pra, nuk ka qenë një histori dashurie, le të themi, ka qenë një mbles që ju njohu. Ju martuat, keni qenë të rinj, besoj, në atë kohë. Tetor në ndorë ka qenë 2014. Jo, flasë për moshën, keni qenë të rinj. Për moshën, 34 vjeç. Ndërsa Lorena? Kemi pasur, në fakt, një diferencë. Ajo ka qenë me vogël. Kur themi më e vogël, sa ka qenë atë kohë? Dikute 12 vjeç me vogël se mua. 12 vite më e vogël se ju. Si ka qenë marrëdhënia, martesa me Lorenën? Si fillim mirë, si çdo shift, Odeta. Po, tani, edhe unë desha të migroja, si gjithë tjerët. Për një jetë më të mirë, e qartë. E dijet, edhe gjatë këtyre, gjatë saj... Kohës të emigracionit. Po, vinjam dhe ikjam. Aty. Lorena në atë kohë jetonte me prindit e tuaj? Po. Pra, ishit bashkë me gjithë prindrit. Po, në jetë kishte ardhur fëmija, kur ti nisi emigracionin? Jo, mbasi u martova, lindi djali, ka ndenjë u infarkuar goxhat
një periudhë të mirë këtu në Shqipëri. Dhe pastaj je larguar, Largova. sepse ju keni konsumuar martesë bashkë, le të themi 4 vite. Po, 3 vjeç ka qenë djali kur ajo u largua. 1 vit që ka qenë shtatzën, besoj kaq 4-5 vite martesë keni patur. Pasi erdhi një jetë djali ti vendose të emigroje dhe të shkoje ndenja, kam ndenjur një 6-7 muaj, kam ndenjur e Shqipëri. qartë. Dhe për një jetë më të mirë, sepse familja ushtua me një antar të ri dhe duheshin të ardhura, është e qartë kuptohet, vendose të shkojnë në emigracion. Por pse kur shkove në emigracion nisën, le të themi, konfliktet? Bas asaj, se unë vinja dhe kthesha nga emigracioni. Me kohë sezonale të shkurtra. Në një moment kur djali ishte 2 vjeç, e pa ta marrë zonjën në fjalë. Në Greqi? 1 muaj, 2 muaj në Greqi, me pasaport. Pa djarë dhe erdhi e nisa gjeni, thjesht për mos i djegur pasaportën, Po. e nisa për Shqipëri aty. Dhe tani, problemi si ashtu që mori fëmijën, ma praktise tek prindrit e mi. Si e praktisi? E la fëmijën të prindrit dhe iku të prindrit e saj. Por pse bëri këtë veprim? Kishte ndonjë konflikt mes teje dhe asaj se një nën të lër fëmijën dhe të ikit e prindrit e saj, do thotë që diçka nuk ka shkuar mes teje dhe asaj. Ajo e di shumë mirë o dita. Zonjën se për qa. Ishte një konflikt, pati një dhunë, pati tradhti, çfarë pati? Në atë kohë unë isha nga Greqia, unë kam marrë nga Greqia kur u bën këto gjëra. E mori nga djalë, fëmijën, se unë në atë kohë isha i ndarë, kisha pak muaj që isha ndarë nga prindrit e mi, e mori fëmijën dhe vajtje tek prindrit e mi. E la aty? Po, dhe i thot vajt tim, duhet të më qosh në familjen time, thonë. Dhe si e pritet ti këtë lajm kur e more vesh? Erdha, ditën tjetër erdha në Shqipëri. Arrite të takoje Lorenën? Jo, nuk arrita. Vetëm kur jemi përballur herë të parë që kishim ballafaqim në gjykatë. Berat. Pra, unë e kuptoj Besnik, ndoshta nuk do të pyes shumë dhe nuk do të gacmoj, nuk do të vendos në siklet me pyetjet e mia për jetën tënde, por ajo që duket është e kuptueshme, ndodhi një tradhti. Ndoshta ke turp ta thuash, por mëkatet si bëre ti në fund. I ka bërë ajo zonja, ai që tradhton, ai e bën mëkatin. Nuk e ke bërë ti mëkatin që e ke siklet për ta thuash këtë gjë. Ti je një baba hero. Dhe ta them shumë sinqerisht të gjë, sepse ti e kujdesur për atë fëmijë dhe vazhdon të kujdesesh dhe vjen një studio televizive që ti gjesh nënën djalit tënd edhe përpos gjithçka që ajo të ka bërë në jetë. Dhe kjo është për tu falenderuar dhe për tu duar trokitur Besnik. Dhe them me shumë sinqeritet këtë gjë. Besoj që më mbështet dhe zonja Nexhi. Duket pak e çuditshme, Odeta, por këto vitet e fundit, paktën 30 vjet, por shikojmë një fenomen që nuk ka qenë në traditën e shqiptarëve. Më thënë, ne gjithë jemi mburur dhe përpara botës, edhe përpara se sa të bëheshim si bota këto vitet e fundit, që familjen kemi patur të shtrenjtë, që kishim respektin për njëri tjetrin, besnikrin bashkëshortore, respektin për vjerrën, për prindrit, gjyshrit e tërë. Domethënë, jemi mburur që kishte disa vlera familja jonë. Por nuk e kishim menduar, shpesh mendonim që burri tradhtonte, por që të tradhtoj gruaja, domethënë duke faktuar me atë që lë edhe fëmijën, si thua fëmijë të vogël, 2 vjeç, 3 vjeç, edhe braktis, e leke familja e burrit, kjo duket pak, si thua, e pabesueshme, tani ka ndodhur shpesh, në procese gjyqësore shohim tjetër, pra ti nuk është i pari dhe i fundit Besniku për këtë gjë. Por ama është një gjë e re që ka lindur në Shqipëri dhe ndoshta nuk kemi qenë të mësuar dhe me fakte të tilla që arrin dhe gruaja edhe nëna braktis fëmijën. Sepse në logjikën e gjërave, ose në atë që është, si thua, e brendshme, e rrënjosur thellë tek njeriu, që është diçka që lidhet me amësinë, ndodh që babai edhe largohet. Por, jo thjesht në Shqipëri, po në gjithë botën, nëna është më e lidhura, domethënë me fëmijën, sepse që kurse e mban në barkë edhe ushqehet me gjakun e nënës, është një lidhje shumë herë me ngushtë se me babain, e qartë. Shumë herë më logjike, shumë herë më njerëzore, shumë herë më biologjike, se sa lidhje që ka babai me fëmijën.
babai përpiqet e fiton dashurinë, domethënë kur e shikon beben që lind të rritet, kurse nëna e ka brenda vetes. Domethënë që kur shikon syt e hapur që kur ndjen lëvizjet në barkun e vet e kupton atë dashurinë e madhe që nuk e di se si e ka bërë pavarësisht. Ne nuk do merremi me pjesën e tradhtisë, është diçka që ne na intereson fëmia, domethënë si mundet një nën ta braktisi fëmijën atë lloj forme. Pra, i dashur besnik, po, mund ta konsumosh edhe ujin, jo, pa problem, mund ta konsumosh ujin. Në momenti që ndodhi kjo gjë, ajo bëri veprimin që mori djalin, e late prindit e tu dhe u largua. U largua, le të themi, e tupruar, por pse fëmija nuk e mori me vete? Se kam pyetur se ka ikur e tupruar, po për këtë gjë kur kemi pasur kontakte, kemi folur në telefon para një muajsh. Pa të shurë ftesë, kisha 5 vjet pa folur me zonjën. Po. Pa të shurë ftesë, me një emër tjetër si ishte emrin e saj dhe pranova, thash kush je dhe se kam pyetur për këtë gjë. Jo, ideja që pse nuk e... Ja, do dalemi dhe tek ajo pikë për ta pyetur. Po, si qa mënyrë e komunikimi. Domethënë, është mamaja e djalit tuaj dhe pas 5 vjetësh... Kujtohet? Nëse kujtohet me një emër anonim në Po, rrjetet sociale... jo mirë saj. Do që të hynë lidhje me babain e fëmijës për të pyetur fëmijën e vet. Por çfarë të tha? Çfarë të tha? Të pyeti për djalin? Kishte çur ftesë. A komunikove? Po, ja pranova ftesën, i thash kush je, jam tha filan nga. Tu prezantua, të rregoj të vërtetën. Dhe çfarë ndodhi më pas në komunikim? Mund të komunikuam. Bashkë me të pyeti për çunin, ja kam nxjerrë djalin në telefon, ka folur edhe djali po bëhen diku rreth një muaj. Si reagoi djali që pas 5 viteve dëgjoi zërin e nënës? Si çdo fëmijë e kishte çik më vjen turp, thoshte më gjet flas. Se nuk e njinte. Kam turp, thoshte, të flasë me nënën, por e dëshironte që të fliste. Po, se kam daluar dita këtë, edhe tani kam thënë. Plus që ajo tani është larguar nga punë e kësaj pjesës, se unë i kërkojta për atë problemin që thamë, detyrimin ushqimor në mirë kuptim, se unë nga momenti s'kam pasur kontakt, por ja kërkojta kësa, e thash, që kujtuar një për djali, e thash zonjës, edhe i kërkojta një letër. Që ajo mund ma jepte shumë kollaj mua, një prokur që ti të lëvizësh me djalin. Se kjo është një problem tjetër i madh. Mi që e braktis fëmijën, por e izolon me babain që mos ketë asnjë lloj lëvizje tjetër. Dhe nuk e di pse gjykata në tilla raste kur një nën Nexhi më informon me ligjet, një nën kur e braktis fëmijën, domethënë pas 5 viteve ajo e ka marrë në telefon për herë të parë. Tani janë bërë 7 vite. Në total. Është një problem odeta që ndoshta duhet shkëputruar edhe për para qeverisë dhe ministrisë. Po pra, se ky baba ka nevojë të lëvizi me atë fëmijë. Jo vetëm që janë divorcuar. Qoftë dhe për pushime. Jo vetëm që është divorcuar, po e di si është në ligjin shqiptar, në qoftë se janë të divorcuar dhe ish bashkëshortët kanë dhe inat me njëri tjetrin, se duhet shumë qytetërim që të ketë një lloj bashkëpunimi në interes të fëmijës, që të merresh vesh dhe në qoftë se do të udhtoj me nënën, qoftë me nënën ose me baban, të mund të lëshoj një deklaratë notariale. Dhe më thënë, kjo është mëse logjike. Tani ndonjëherë arrim puna, aq shumë e mbani natin, çifti, do të thënë njëri ndaj tjetrit, sa nuk lëshojnë deklaratë të tillë dhe detyrohet, ligji e ka, që duhet të shkosh në gjykatë, të marrësh një vendim, pra të bëhet një proces gjyqësor, ku ai që është kërkues duhet të bindë gjykatën që do lëviz, për shembull për 1 muaj, për 2 muaj, për një udhëtim me shkollën, për të bërë pushime diku, pra duhet të bëhet kjo kur nuk e lëshon vullnetarisht, për shembull gruaja, nëna e fëmijës, duhet të marrë një vendim gjykate, pra do bëhet një proces gjyqësor, si gjithë proceset e tjera, që jep të drejtën që të udhtoj, për shembull jashtë shtetit, ndonjëherë kërkojnë me destinacion në cilin shtet. Por ama ti për çdo lëvizje në shtete të ndryshme, sepse bota ka ndryshuar, nuk ishte si dikur që do rrish brenda kufive ti gjithkohon. E qartë. Për çdo udhtim ti s'mund të marrësh, domethënë, marrësh vendim gjykatës, sepse kushton dhe njëkohësisht do ka një zgjatje kohore procesi gjyqësor. Ose për shembull do të thonë do ta japim për 1 vit, edhe ti pas 1 viti do të bësh përsëri një kërkesë tjetër. Pra pse? Sepse domethënë për të shmangur atë që ka ndodhur, që babai për shembull e ka marrë fëmijën dhe ka ikur jashtë dhe nuk e ka lënë nënës për ta parë fëmijën, ose nëna ka marrë 1 fëmijë apo 2 fëmijë, ka ikur në një shtet tjetër, është sistemuar atje dhe, domethënë,
ka ndodhur raste të tilla që babai nuk e shef për shembull fëmijët e vet, për të shmangur këtë gjë, ka arritur në ato anën tjetër që për çdo lloj lëvizje, por prindrit janë të divorcuar, duhet patjetër që të ketë një vendim gjykate. Dhe çfarë është tjetër më e rëndësishme? Sot ka dalë modeli që dhe bashkëjetojnë. Më thënë, nuk ka bërë martesë ligjore, ndonjëherë shifet në kufi thonë bjerë një vërtetim, jo po mbiemri për shembull i fëmijës është një tjetër, ai nënës është tjetër kur s'kan bërë martesë ligjore, pra ka një sër probleme të cilat ndoshta duhen rregulluar dhe duhet parë dhe nga legjislacioni shqiptar, pra nga ata që përpunojnë ligje, përmirësojnë ligje e tjerë, të mund të lehtësohen. Kështu që ky është një rast që si gjithë rastet e tjera që ka vetëm problem, jo vetëm që nuk është paguar detyrimi ushqimor, por njëkohësisht krijojnë pengesa edhe për lëvizjen e lirë të fëmijës. Do bëjmë një shkëputje, pasditja në Report TV mundësohet nga Alpsig. Pasditja në Report TV mundësohet nga Alpsig. Je në parukeri? Pa tjetër që mund të bësh. Edhe çfarë se je në kafe. Klik dhe u mbarua. Je duke u bërë fit, s'ka justifikime. Je në maj të qytetit. Mos prit më. Edhe po e le në moment të fundit, përsëri mundesh. Sigurimi në Alpsig nuk ka qenë më i lehtë se kaq. Online dhe u kry. Alpsig. Vlerat që na bashkojnë. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe jam me 46 vjeçarin nga Berati, Besnik Beshiri, i cili po rrëfen jetën e tij bashkëshortore, marrëdhënien me ish-partnerin, divorcin dhe rritjen e djalit të tij, por dhe problemet që ka me ish-partneren. I dashur Besnik, dua të pyes, në momentin që ti u përballe në gjykatë, le të themi ishte hera e fundit me ish-partneren tënde, më pas gjykata vendosi, ndodhi divorci dhe kujdestarin e more ti si baba, ndërsa nënës i lanë të drejtat e takimit me djalin dhe detyrimin ushqimor. Në gji, e ke atë vendim gjykate? Mund të na i... Po, është në 29 janar të 2016, natyrisht që kujdestarin e ka marrë babai, për fëmijën e vet. Detyrohet Mirela që të paguaj 50.000 lekë të vjetra në muaj për fëmijën. Dhe llogarit që djali tani është i moshës 10 vjeç. 10 vjeç. Ka qenë 3 vjeç. Po, domethënë ju nuk keni marrë asnjë lloj, domethënë pagesë nga ana e saj. 7 vite i bie. Ju keni patur të drejtën njëkohësisht që au jep ligji që të shkonit ke përmbaruesi gjyqësor. Ai është institucioni ligjor në Shqipëri, i cili merret me zbatimin e vendimeve gjyqësore. Kështu që do t'i kërkonte përmbaruesit që të zbatohet pikërisht ky ligj dhe janë procedurat e gjykatës, e gjyqësorit dhe pastaj deri dhe me një vendim gjykate që detyron ato që të paguaj shumën 50.000 lekë në muaj për rritjen e fëmijës. Në rast se nuk përgjigjet vullnetarisht që ta paguajë atë gjë, është institucioni i përmbarimit që bën një kërkesë në gjykatë, më thënë në mënyrë që ta detyroj atë. Në qoftë se përsëri ajo i shmang të detyrimi, ajo përgjigjet deri dhe me dënim me kundravajtjes, domethënë me kundravajtje ose burg deri në 2 vjet për braktisje të fëmijës. Ju nuk keni bërë asnjë nga këto procedurat, as në polici, as në përmbarim, asnjë gjë, vetëm keni pritur që me vullnet të lirë, me vullnet të mirë, mamaja e djalit tuaj të mundet të paguaj për fëmijën e vet. Nuk e ka bërë deri tani. Pse Besnik nuk i e drejtuar institucioneve? Prisje që ajo do ndërgjegjësohesh një ditë? Po, thjesht vetëm për këtë. Shiko, në këtë rast kanë qenë prindrit ose gjyshi dhe gjyshja e djalit, të cilët janë përpjekur, e kanë rritur, e kanë edukuar dhe ka qenë mbështetje babait për fëmijën e vet, sa një fëmijë 3 vjeç nuk është e lehtë që ta rritësh. Domethënë në këtë drejtim duhet pra ke qenë me fat që ke patur nënën dhe babain që janë kujdesur për djalin tënd. Si ky rast ka pafund gjyshe dhe gjyshë, që lumë ata që i kanë, që kanë ndihmuar, jo në këtë rast, po edhe në shumë raste, dhe kjo është një traditë e mirë që e kanë akoma familjet shqiptare, që interesohen për nipa dhe mbesa dhe kontribuojnë. Edhe ti e një gjyshe mirë që shpeshherë na ikën në Belgjik, se je bërë gjyshe me një tjetër mbes në Belgjik nga vajza jote dhe na mungon në studion e emisionit Pa Gjurmë. Dhe e di mirë rolin e një gjyshe. Unë kam patur jo një, po unë, domethënë, ka qenë fat i madh, domethënë 26 dhjetor
vajza është bërë me vajzën e dytë, dhe në 16 janar, djali është bërë me djalin e dytë. Kështu që unë kam 2 bebe atje, kështu që e kam bërë me vërtet, vajtje ardhje. Edhe me shumë dashuri. Me shumë dashuri, me shumë lumturi, ka qenë gjëja më e bukur që kam britur, që në krye të 3 jave, ne të kemi një beb djalë dhe një gotë. Dhe me jetë i keni. Kështu që edhe lumë ata që, si thua, në jetën e tyre gëzojnë kaq shumë. Tani doja të kthesha ke rasti konkret. Mbaj mend në historinë e para 2-3 vjetëve, ishte një mama e një djali e cila u denoncua nga ish bashkëshorti sepse kishte braktisur fëmijën. Fëmijën e parë, djalin e parë kur ata kanë qenë bashkë. Pastaj ajo, i biles ishte shtatzën, se kishte krijuar një lidhje tjetër, dhe gjykata vendosi që ta fusi në burg. Po, rasti nga Veriu i Shqipërisë. E kujtoj shumë mirë atë rast. Shkodra, dhe pati një protestë edhe nga organizata të ndryshme, sepse mendohesh që ishte me një beb të vogël. Lehonin në ato kohë kur përfundoi qeli. Megjithatë, ligji, domethënë në atë rast, veproi drejt, kur një nën ose një baba e braktis fëmijën, atëre duhet denoncuar në polici dhe pastaj hapet një dosje dhe shqyrtohet nga ana gjyqësore, sepse kjo përbën kundravajtja penale, është kundravajtja penale, kjo sjell pasoja në rritjen dhe edukimin e fëmijës së vogël, edhe është një kundravajtje penale, dënohet me gjobë edhe me burg deri në 2 vjet burg. 2 vite burg. Kështu që në këtë rastin por Besniku nuk ka bërë asnjë lloj veprimi. Jo, asnjë. Asnjë lloj veprimi, as nuk ka marrë, si thua, detyrimin ushqimor që ka nëna për fëmijën e vet, nuk e ka ndier as pak as dashurinë e nënës. Dhe kjo është më kryesorja. Është dashuria e nënës. Ndoshta okej, 50.000 lekë të vjetra, sot nuk janë asgjë në muaj për të rritur një fëmijë, se është kostua më e lartë. Dhe pse për ty është një ndihmë shumë e madhe, që ajo nën duhet t'i jepte ato lekë. Por ajo që të dhëmbë shumë, dhe unë e besoj është që ajo nuk erdhi t'i dhuronte dashuri, ato ushqimi shpirtëror fëmijës, sepse ushqimi që ti i ke dhënë për të arritur atë fëmijë nuk i ka munguar kurrë, dhe unë jam e sigurt, por ai ushqimi shpirtëror ati fëmijë i ka munguar nga ajo nën, dhe kjo është ajo që të dhëmë më shumë. Do me thënë, pas divorcit, ajo nuk erdi asnjëherë të takonte qoftë dhe në muajt e parë pas ndarjes? Ajo dita, folëm bati marrë telefon në datë 1 qershor 2018 e kam nxjerrë djalin, ka ardhur me mamën e saj, e kam nxjerrë, më tha për takuar çunin, e nxora fëmijën e takoj, e qysh atëherë. Ajo nuk erdi më dhe nuk u interesua për djalin. Por djalin atë kohë ka qenë i vogël, 3 vjeç, dhe nuk i ka kuptuar mirë gjëra, dhe pse mungesën e nënës e ka ndier dhe e ka përjetuar, po s'ka ditur ta shpreh. Me kalimin e viteve, djali u rrit, dhe besoj kur ka vajtur në shkollë, e ka kuptuar që po mami im ku është, pse nuk vjen, të ka pyetur, je munduar t'ja shpjegosh këtë situatë, sepse është e vështirë kur njëri prind mungon, qoftë i braktisur apo i larguar nga kjo jetë, dhe t'ja shpjegosh fëmijës, është shumë e vështirë. Janë situatat vështira, besoj, për çdo prind. 10 u dita në shkollë ku vete djalit, si që është festë e nenave. 8 marsi. Dhe të gjithë thoshin, mami dua shumë, mami dua shumë. Kurse ky vetë mësuesja që treguar më mas e që ky vetë gjyshe të dua shumë, nene dua shumë. O, Zot. E po, tani ishe pak e pafalshme. Ndoshta në Është atë moment, dhimbshme, sa ai atë njeh gjyshen. Në atë momentin e ndarjes, ndoshta ajo me mendjen e vet e ka justifikuar veten, që ka qenë për një arsye që ajo ka menduar që e ka braktisur djalin, megjithëse s'ka arsye në botë që të braktisë fëmijën 3 vjeç. Nuk ka arsye në botë, domethënë, ne kemi parë filma, ne kemi dëgjuar histori, domethënë është aty, fut në gjirin e vet nëna fëmijën e vogël, e mbron nga çdo lloj rreziku, rrezikon jetën e vet për fëmijën. Zoja Nexhi, po do pres vetëm për një gjë, për t'i shtuar më shumë fjalisë tënde. Këtu në studion e emisionit Pa Gjurmë kam pasur dhe shumë nëna që kanë bërë punojësen e seksit, por kur nuk i kanë braktisur fëmijën dhe kanë bërë gjithçka, kanë arritur të bëjnë dhe punojësen e seksit për të siguruar ushqimin e fëmijëve dhe nuk i kanë kurrë në rrugë. Edhe pse, okej, nuk është punë e ndershme dhe nuk është rruga e drejtë. Por bëra këtë krahastim për të thënë që një nën nuk ka kurrë justifikim për të braktisur fëmijën. Tani kanë kaluar, domethënë fëmia është 8 vjeç? 10 vjeç. Po, 10 vjeç. Domethënë nuk ka arsye mbas kaq vitesh, 7 vjetësh, që Mirela, s'pa themi me emër, të mundet, domethënë, të reflektoj gjatë, që ai fëmijë nuk e ka njohur maman. Më ka parë pak
dhe pasaj nuk e ka jetuar jetë me nënën e vetë. Gjyshja ka vendin e vetë edhe gjyshi. Absolutisht. Nëna është tjetër. Kështu që në qoftë se digjon dhe shikon që historia e djalit vetë ka dalë në një studio televizive, le të marri kurajon, të telefonoj, të niset atje ku jeton djali, të shkoj të takoj, të marri me pushime, t'i fali dashuri, të kujdeset për të, edhe në qoftë se nuk ka shumë mundësira. Njerë në 6 muaj, njerë në 2 muaj, të marri me pushime, të kaloj kome të i fali dashuri, dhe në qoftë se ndoshta është ftohur pak, me që se s'ma mërmondi, apo dhe në qoftë se ajo me vetën e vetë mendon se distanca në kohë, në vend, mungesa e bashkëjetesës, ka krijuar një lloj fësie, gjaku thret ka një shprehje shqiptarët. Dhe më thënë, ai është gjaku i saj. Le të tentoj, le ta loj atë si thuash sedën e saj, inatin e saj, apo ndoshta ndonjë presion që mund të ketë patur, se mund ta mendojmë edhe këtë gjë. Jetën që mund të ketë bërë, është siç ka pasur në jetën e saj. Mund të ketë qenë në presion që zot ta ketë, ta njohji atë lidhje që ka patur, apo ato fëmijë që ka patur. Tani ajo është në moshë të madhe që si thuash ka forcën, ka kurajon për të bërë gjërat që janë më të mira dhe për shpirtin e saj. Sepse të lësh një fëmijë larg shpirtit tënd, larg syve, larg zemrës, larg për kujdesit tënde, është një mëkat i madh. Edhe domethënë nuk e di se si ajo rri pa e patur dashurinë atij djali. E saj. Por do të pyes, Besnik, djali juaj ka vllau ose motor nga nëna? Po, deta. Ka. Kjo ka Ka një motor. Ka një motor që i bie të jetë më e vogël në moshë? Jo, me madhe. Më e madhe. Pse? Ju kur jeni njohur me nënën e djalit, ajo ka qenë e martuar? Po, Ka pasur një vajzë. një vajzë. Por vajza ku e ka nëna? E ka prindi tjetër. Pse e ka braktisur dhe vajzën? Për këtë nënë nuk që nga hera e parë që braktis një fëmijë. Mund, si ta thash, mund të hysh dhe ta jesh emisionin të Mirela Milori. Është nëna që braktisi fëmijën të shinat e trenit. Po, dhe ajo është ish vjerë saj që kërkon prapë dhe ajo të njëjtën. Gja kërkon si kuptova, për një tjetër. më kujtua dhe historia me detaje, pra bashkëshortja juaj është ajo zonjë e cila u bë mediatike, le ta themi. Lorena quhet, mos ta ngatroj me emrin, jo Mirela, Lorena, e cila braktisi përpara disa viteve foshin e saj të shinat e trenit. Ju këtë histori përpara se të martoheshit e njinit, e dinit? Thjesht ma kësha thë... Që kështë që njëre martuar dhe... Që qenë martuar, po për problemin e kësaj nuk e di janë. E ke mësuar më vonë? Thjesht e kam mësuar vetëm nga emisioni... E qartë. Që do të thotë, për këtë nën nuk është hera e parë që braktisë fëmijët, ka braktisur vajzën tek shinat e trenit, ndërsa të paktën fati këtij djalit është që e ka lënë tek gjyshi dhe te gjyshja. Kuptohet qartë situata, pse gjykata ja la të drejtën babait, që mua më bëri përshtypje që në krye të emisionit dhe i bëra pyetjen e parë, pse gjykata ta la ty kujdestarin, dhe kuptohet qartë jeta e një nëne. Megjithatë nuk justifikohet në çdo moment, ajo mund të kujtohet. Mund të reflektoj dhe mund të vi ta shikoj fëmijën e vet. Të dy fëmijët e saj. Nëse ajo nuk e ndjen shumë mungesën, ajo duhet ta ketë qartë që fëmia e ndjen mungesën e nënës. E ndjen mungesën e nënës. Dhe nuk është puna se çfarë jetë bën. Ajo. Edhe domethënë në një kuptim duhet jemi, domethënë themi ndoshta është mirë, jeton mirë, është e qetë, është në lirinë e vet, etj. Po do të mendoj që ka lënë një djalë që nuk është i qetë, që i mungon nëna e vetë, që nuk e ka dashurinë e nënës vetë, nuk e ka vëmendjen, nuk e ka sigurinë nga nëna e vetë. Djali 10 vjeçar, i cili ka ardhur në ambientet e Report TV, ka shoqëruar babain, e kemi këtu, por në studio nuk mund të futej dhe të abuzojmë një 10 vjeçar, por gjithnjë fëmijët kanë dëshirë të japin një mesazh. Dhe ai me dëshirën e vet, gjithnjë me shpresën që do ta dëgjoj mami nga ekrani Report TV, ka dhënë këtë mesazh dhe regjia të na ndihmojë. Unë të dua shumë nga marrë për ty. Ti nga marrë për mua? Kam pritur me takosh mua edhe unë duhet të takoj. Ka marrë malli, atë ka marrë malli ty për mua, me zi po të pres dua të takoj. U shpreh 10 vjeçari dhe duket që e kërkon nënën e tij. Mos do çdo fëmijë e kërkon nënën.
Besnik, kur këto fjalë i thotë, dhe që ne u prekëm ne që e dëgjuam, besoj që kur na i tha ne që nuk na njinte dhe ndoshta mund të kishte turp nga ne si gazetar që të fliste për nënën, pra ishte një djalë çapkën dhe nuk ishte turp të shprehte dashurinë që kishte për nënën e tij. Pra, kur na i tha ne kaq lirshëm, me ty flet akoma më lirshëm. Kur e kërkon nënën të pyet, çfarë përgjigje i kthen djalë? Kam ndaluar kur Odeta E besoj këtë gjë. Ishte ka në Messenger, i them, do të thash mere fol. Jo, thotë, pse jo e më refuzoj, thotë, për një firmë. Se ishte një moment kur ajo ishte në Athinë, para 20 ditësh, dhe si që folëm, i thash, mund të vesh në ambasadë dhe të bësh një prokurë që mund të manisësh Po, për djalin. Për djalin. Por që si zonja Nexhi do na i tregoj se çfarë anë ligjore mund të ndjekësh ti kur një nën braktis fëmijën dhe nuk i jep të drejtat babait për televizor. Por do bëjmë një shkëputje, do të kalojmë në reklama dhe do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë gjithnjë me shpresën që Lorena mund të na telefonojë ditën e sotme. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe jemi me historinë e Besnik Beshirit, 46 vjeçari nga Berati, i cili kërkon të drejtat e tij për të birin nga ish gruaja, nëna e djalit të tij 10 vjeçar. Jam në studio dhe me juriste Nexhi Beshiri, e cila po na jep anën ligjore dhe po e mëson Besnikun se çfarë hapash ai duhet të ndjeki. Tani, për të qenë transparent, zonjën Lorena e kemi online. E kemi online dhe unë do ta marr gjithnjë me shpresën që ajo do më përgjigjet. Do e marrë nga telefoni i ish partnerit të saj, ajo do çuditet teksa do më shikoj mua, por gjithsesi duhet të flasim me këtë zonjë për të kuptuar dhe ajo. Përshëndetje. Më fal që të shqetësoj. Unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. Besoj mund të më njohësh. E dashur, unë këtu në studio, në emision, kam ish partnerin tuaj Besnik Beshirin, i cili po tregon jetën e tij, ndarjen me divorcin, me ty, si dhe të drejtat ligjore që ti nuk e paguar për djalin tënd. Pyetja e parë që dua të bëj është, atë ka marrë malli për djalin? Normal që po, kush është anë që se merr malli për fëmijën? Por pse nuk e kam... Diçka tjetër ka treguar më një si që është e vërtet, apo gjithmonë me gënjeshtrat e tyre? Apo e shikojnë atë person, për shembull, që ai person nuk i ka mundësinë, sepse ashtu i erdhën dhe thanë, sidomos me shëndetin, edhe me gjërat e tjera që gjithmonë i ka diku jeta për jashtë. Lorena, Lorena, pa hyrë problemeve që ke pasur me Besnikun, unë të pyeta për djalin, atë ka marrë malli dhe ti më them ka marrë. Pse nuk e ka marrë rrugën të atakosh djalin tënd? Sepse nuk i kam patur rrethanat, thashtë, pak më përpara. Po, rrethanat për të udhëtuar në Shqipëri mbase nuk i ke pasur, por në telefon besoj është gjëja më e thjeshtë, siç po flasim të dyja. Po, e kam patur edhe, diku ma kam për bloko, zë motra ime dashur. Diku me ofendime, më punësisht, të dishë dhe këtë. A dëshiron të flasësh sot me djalin? Unë flasë me djalin, fola me djalin dhe i thash, kërkoj një... Pra, ti po e vërteton që babai nuk e ka penguar djalin. Se vetë thej që unë kam folur me djalin. Po, kam folur dhe kemi folur dhe në fillim, dhe ku ka në te i kam, nuk e di, u prish telefoni jam, punët zotërisa e mbylli, nuk e di qarë beri. Po? Pastaj, filluam prap, para ca kosh, para një javë, ose 2 javë, paka shumë, dhe zotëria filluam me të qarë me të venduar, për një firmë, që sepse do ta marrë djalë ta sjellin këteja. Por pse nuk ja jep ti atë firmë? Vetë në Shqipëri, më fal pak, të lutem. Po. Unë do vi vetë në Shqipëri, në prill do vi vetë, dhe ja kam thënë, se po filluar me letrat e mia, i bëra letrat si gjithë ne shqiptarë që jemi këtej. Dhe i thash do vi, kur do vi në Shqipëri e bëj, se nuk e ka mundësi të bres larg poshtë. Lorena, po janë 7 vite që ti je divorcuar dhe ky baba ka 7 vite që të pret. E di më modër, po edhe unë nuk i kam patur rrethanat. Ajo të thash në pak më parë. Jo, po nuk është në 7 vite nuk e patur mundësi të shkosh për t'i dhënë një firmë babait që të ketë të drejtën të lëvizë me djalin qoftë dhe me pushime? S'kam patur mundësi në modër. Po janë mundësi se ka konsullata shqiptare.
Ja, është dhe jurist janë Exhi Beqiri në studio. Lorena, e para të them 3 fjali gjithsej. E para njerë që ke 7 vjetë që s'ke paguar detyrimin ushqimor, por rritjen e fëmijës tëndë. 2, që detyrohesh ligjërisht. E dyta e ke braktisur fëmijën. E ke braktisur dhe dënohesh nga 6 muaj burg deri në 2 vjet burg. Në qoftë se do kisha bërë baba i fëmijës, do kisha bërë një denoncim në prokurori, se ka ndodhur në Shqipëri konkretisht, dhe përfundon në burg, dhe s'kalon dot se sa të zbresësh në Rinas apo në Kapshtis me njerë përfundon në burg. E treta, në qoftë se ke zgjedhur të bësh jetën tënde, nuk e pse pengon jetën e djalit. Do të thënë një vërtetim që e lejon të lëvizë djali me baban e vet, për udhëtime, për shëtitje, për çfarë të ketë nevojë ai, ti mund ta bësh atë vërtetim te konsullata shqiptare aty, ka ambasadë shqiptare në Athinë, ka më shumë se 8 vjetë më shumë që lejohen të bëjnë vërtetime të tilla. Kështu që mos u fshim as marrëdhënies me ish bashkëshortin tënd. Ke bërë një gjë, ke braktisur fëmin tënd. Ai ka nevojë më shumë se kur për ju, ka babain, ka gjyshin, po ka nevojë për ju. Ti do ta kuptosh më mirë se kush do të jetë. Zonjë dashur mirë nuk e ushqen. Rast parë njërë, as e kam braktisur. Pa ke braktisur, e ke lënë ke vjerë dhe vjerë braktisje quhet ajo. A ti ka treguar në një muhabetet? Mo nuk në duhem fare muhabetet, nuk je prezent. Lorena, nuk je prezent në jetën e djalit, është braktisje. Po mund si të marroj të them diçka? Të them diçka dhe unë. Po, Lorena. Unë nuk e ku, po ai person nuk është në gjendje ekonomike, po hapur, dhe personat në fjalë, apo personi në fjalë, ofendon dhe bën, të thash kur unë i them që unë do vi vetë, nuk ka mundësi. O Lorena, po kanë kaluar 7 vite më i zemër. 7 vite që nuk e ardhur të takosh djalin. Kë quan braktisje ti? Tu pa letra e shprik me të rishme. Po kë quhet braktisje pra? Shko bëj autorizimin. Braktisje është ajo, Lorena. Lorena. Është braktisje e fëmijës dhe dënohesh me burg. Është braktisje mund të lësh një fëmijë 3 vjeç pa kujdesur as për para, as për ushqim, as për mirëritjen e tij, edukimin, shkollimin, argëtimin, ke detyrim, je prind ligjor, je mama e ligjore e ti. E dashur Lorena, pa të lënduar, ti je nëna e një vajze, edhe atë se ke takuar. 2 fëmijë që quhen braktisje për të dy. E kam takuar. Po kur ke takuar vajzën që e ke në Shqipëri, djalin pse nuk e ke takuar atëre? Se ti nuk u bërë ta e kishin blok pra të thash dhe një më blokoj zotria. Po nuk ka lidhje me zotrinë, se zotria nuk të lejon të djalin ti i drejtohesh e institucioneve, policis, ti ke një vendim gjykate që ke të drejtat e takimit me djalin. Nuk të pengon njeri për ato. Normale. E dashur Lorena, a e dini ju që për festën e 8 marsit, vitin që lan pas, mësuesja e djalit tuaj ju kishte dhënë detyrë shtëpie fëmijëve të përshkruanin nënën e tyre dhe ta uronin për festën e 8 marsit. A e di ti se çfarë ka shkruar djali juaj në fletore? Normal që se di, se më kishë blokur, thash dhe pakon bërë. Jo, ti nuk e di, por beson e merr me mend se çfarë ka shkruar djali. Normal. Gjyshe gëzuar 8 marsin dhe të dua shumë, ishte fjala e djalit tuaj. Nuk të drejtua ty si nën, mami Lorena të dua shumë dhe gëzuar 8 marsin, por shkruajti për gjyshen e ti, sepse ajo e ka rritur dhe imazhi nënës së tij është krijuar figura e gjyshes. Kaq që dashur Lorena, duhet të mjaftoj se sa i mungon ti djalit tënd. Më mjafton dhe më ka mjaftuar dhe më mjafton më të dashur. Por ajo që duhet të bësh është që jepi një firmë babait që të argëtoj djalin e vet, të dali nga Shqipëria dhe mos e lë djalin të kufizuar. Në rregull. Të bëj një pyetje? Patjetër. Okej, në qoftë se unë nuk mundem dot tani këtu jashtë për momentin, a mund ta bëj një person i mi familjes? Jo, duhet firma juaj. Po ju mund të shkoni ke ambasada shqiptare në Athinë. Unë nuk vi dot tani të tash. Jo, në ambasadën shqiptare në Athinë. Të lutem, mund të shkosh. Mundem dot e mirë. Jo të vish në Shqipëri, Lorena, mund të shkosh në ambasadën tonë në Athinë. Kurse lekët mund t'i nisësh me Western Union. A jetoni në Athinë? Jo, nuk jam në Athinë, jam në ishë për momentin. Por gjithsesi, do gjesh një mundësi për të udhëtuar një ditë dhe të shkosh ta bësh këtë gjë.
Ti jeton aty, i ke gjitha mundësit, punon, jeton. Shikoj tani për momentin. Dhe ajo ishte Po gjithsesi, para 20 ditë. ajo me sa po kuptoj Lorena të lutem sepse Lorena, përpara 20 ditëve thotë ish partneri juaj ke qenë në Athinë. Gjithsesi, me sa po kuptoj, ajo është e gatshme ta bëj këtë gjë dhe pas kuintave. Ajo këtë them dhe njerë, nuk e pata mundësi në Shqip, jam duke folur dhe una. Mirë, o Lorena, po pra, tani, ne po të kërkojmë diçka për djalin tënd. Jo për neve. E vërtet, jo për besnikun, apo për zdonjë negji, apo për mua si gazetare. Tani, nëse ti në 7 vite nuk e mundësi që një ditë t'ja dedikosh djalit tënd dhe të udhëtosh, të shkosh në Athinë, në ambasadë, për të dhënë këtë firmë, këtë të drejtë babait, unë nuk di çfarë të them. Nuk ka mundësi 1 muaj, 2 muaj, por do t'i jepet mundësia, Lorena. Tani për momentin, tash dhe pak më përpara, më lërë dhe mua të shpjegoj diçka. Se unë e di shumë mirë që ai flet, normale se e ka gjithën të dhe flet, normale, bravo i qoftë. Se gjithmonë, po që për puna për gënjesht të janë fart ata, nëse. Lorena, të lutem, unë në këtë studio, Lorena, unë në këtë studio jam gjithë një pro-grua, se kam deklaruar për herë dhe jam pro-zërit të tyre. Por në këtë rast, kur një grua i shkel të gjitha këto të drejta, jam kundër saj. Ai nuk ka thënë asgjë për ty, nuk ka thënë asë një fjalë, madje unë e kam pyetur pse erdhi divorci dhe ai nuk e tregoi këtë gjë. Por u latën në kuptohej dhe unë e thash, ndodhi tradhtia që ju ndat dhe ai e pranoi. Jo, unë asë kam traftuar se kam bërë, po lërë ato denglat e atyre, po... Po s'na intereson kjo. Të thash dhe pak më përpara, po të them prapë. Tani për tani, të thash, unë jam në një punë këtu që nuk mund të lëvizdot. Me pak tjerë po ma një kohë, se punë që kisha ika, se nuk më... Mo dëgjoj, e dashur Lorena, ne nuk do hymë në detaje për punën tënde, sa orë punon ti, kur e ke ti pushimin. Janë gjëra që duhet i gjesh ti te vetja jote. Ose do shkoj, Lorena. A ka mund që të marroj pak të lutem? Po, pa tjetër, po shkoj dhe drejt fundit të programit. Që ju të blogeni shumë, edhe ju keni detyrën tuaj, bravo, shumë faleminderit me gjithë gjitha, ama, po të them, tani mbaj një grua dhe nuk ka mundësin të lëviz, edhe i tash zotëris, që do vi vetë në prill dhe do ta jap. Po mirë, prilli erdhi, për 1 muaj ke duruar 7 vite, për 1 muaj duron. Nëse ti vjen në prill, okej, kjo është e pranueshme. Gjithsesi do mbetemi në kontakt dhe të falenderoj. E dashur, të mi pres sinqerisht në prill. Të falenderoj dhe të përqafoj, Lorena. Sepse nuk kam kohë televizive, më mirë kuptoni për këtë pjesë, duhet bëj një shkëputje të fundit, do prezantoj një klip, do të flas për prostatolin, një suplement ushqimor i destinuar për popullatën e rritur mashkullore, që ndihmon në funksionimin e problemeve me prostatën. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi. Transmetim dhe pak minuta kemi, më them dhe 2 minuta kohë kemi transmetim, më duhet bëjmë mbylljen, një mesazh të fundit. Ish partnerja të premtoi që në prill jam në Shqipëri dhe do të jap prokurën babait. Mesazhi im dhe është si prindër që jam, ju lutem gjithëve mos braktisni fëmijët. Ky është mesazhi im. Dhe më vjen mirë që e mbyllem me këtë mesazh se e ke përjetuar vetë. Kurse unë them që të gjithë ata shqiptarë që gjenden në një situatë të tillë, menjëherë duhet të mbështeten tek shteti, tek ligji, shkojnë të denoncojnë dhe braktisjen e fëmijës dhe pengimin e ekzekutimit të vendimit që ka të bëjë me detyrimin ushqimor që ka njëri prind që nuk e ka kujdestarin, njëkohësisht dhe mos realizimin e atyre takimeve që kanë të bëjnë me prezencën e dashurisë, të kujdesit, të argëtimit që duhet realizoj prindi që nuk është me fëmijën në kushtet e një divorci. Nuk kam pse i luten aty tjetri sepse ka detyrim ligjor. Falenderoj, zonja Nexhi që të pata sot në studio, Besnik të falenderoj që të pata në studio, do mbetemi bashkë në kontakt. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme, unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit, ne bashkë do ritakojmë sërish nesër live ora 16, ju vazhdoni që ndroni në ekranin e Report TV, pasi pas pak është kolegu Arberita, i cili do t'ju informoj me lajmet e fundit nga vendi dhe bota, por dhe me të ftuarit e tij për të komentuar dhe situatën politike në vend. Bashkë takojmë nesër, mirupafshim.